Ali radiallahu anhu zverdhej para se të merrte abdes. Kur e pyesnin se pse gjithë ke frikë madhe, thoshte e llogarita veten, prej namazit kaluam deri tash dhe mjerë për mu para kujt po dal me gjithë këto gabime. Pra bënte llogaritje dhe kjo ndikonte pastaj para veprës të kishte një lloj frike se aja vlen në çdo gjendje me dalë. Në kështu e llogaritën, apo Omeri radiallahu anhu, që është shembull për vetë llogaritje. Ndodhte që të hypte në hutbë dhe thoshte: "O njerëz, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu amama Allah." Llogaritni veten e ju para se më ju llogarit Allahu i lartësuar. Llogaritni veten në këtë botë, sepse ka vend ende për përmirësim, para se të vjen dita kur nuk ka më kohë për përmirësim. Kështu pra sahabët, secili prej tyre vepronte çdo ditë dhe para çdo adhurimi thuaj se karshi këtij adhurimi të zemrës. Po ashtu Abu Bekri radiallahu anhu ndodhte shpesh që e vrenin duke kop gjuhën. Dhe këtë e përmend Omeri shumë. Tash sa herë kum pa Abu Bekrin duke kop gjuhën e tina. Siç e përmend Ibn Abi Dunya në librin Heshtja dhe Edukatat e Gjuhës. Dhe ka pyet se pse po vepron kështu, thoshte ndodhte e kapte gjuhën dhe e godiste me një lloj misvaku që lënte dhimbt, e ndodhte rreth të gjak prej gjuhës për shkak të goditjeve që i bënte. Tha Omeri, thoshte çfarë bën kështu? O Abu Bekr, thoshte Abu Bekri, kjo po më dërgon në shkatërim të sigurt. Kjo po më dërgon në shkatërim.